Mirë, rikthehem për të sjell një material I cili do të jetë shumë interesant, një bisedë që vjen nga kolegu Klodian Froku me Oltin, po kush është Oltion Berisha. Njihet si doktori I motorave, ai do të sjell gjithë pasionin e tij, gjithë këmbguljen pikërisht për të sjell përsëri në jetë edhe në gjallëri ata motora që dikur kanë qenë të vjetër. Një intervistë shumë e këndshme dhe një personazh shumë I mirë që vjen në fakt në kohë reale për ditën e sotme. Përshëndetje, TikToku, ja pari taku. Çdo ditë më shumë Tirana duket sikur është ngarkuar me trafik dhe zgjidhja më e mirë janë motorët. Por që flasim për motorët, ne kemi ardhur tek Olt Berisha, I cili është një nga specialistët, le të themi, ose mund ta quaja doktori I motorave, të cilët ai I shëron në kuptimin e fjalës. Olti, përshëndetje dhe kënaqësi që vim për të vizituar këtu te oficina jote. Faleminderit. Çdo ditë më shumë e shohim që Tirana po mushet me motora. Ka një numër afërsisht se sa është numri I motorave? Realisht motori është bërë një nevojë shumë e madhe për lëvizjen brenda në kryeqytet, për shkak jo vetëm të trafikut, I cili e thonjza është një kaos I vërtet këtu në Tiranë, por edhe për shkak të parkingut që sa vjen çdo ditë, domethënë bëhet pak më e vështirë pjesa për gjendur vend për të parkuar. Motori është një nevojë shumë e madhe për brenda në kryeqytet, për shumë arsye, sepse parkohet kollaj, mbaron punë shpejt, sepse me makinë relativisht Ti duhet dalësh 1 orë përpara nga shtëpia, kurse motor del 10 minuta përpara për të mbaruar punë, për të shkuar në punë, për të kryer nevojat tjera. Duke qenë që edhe konsumi I karburantit është më I ulët në pjesën e motorave, edhe kosto e blerjes të motorit është normal në varësi të zgjedhjes të modelit edhe të markës motorit që zgjedh, ka kosto më të ulta dhe motori është më afër njerëzve, më praktik për kryeqytet dhe normalisht ka një gamë të gjerë përdoruesish në qytet. Me statistika, në vitin 2023, në rang kombëtar kanë qenë 5828 motora të targuar për vitin 2023, 6200 për vitin 2024 dhe në vitin 2025 statistika të indiku afër 7000 motora targime të reja, që kjo do të thotë goxha gamë motorash, goxha marka, goxha sjellje si nga pjesa e Europës dhe nga pjesa aziatike, ndaj që njerëzit po e kuptojnë më në fund që motori vërtet është një zgjidhje shumë e mirë. A është një mjet I sigurt sot motori? Atëherë. Se gjithë kur flasim për motora, duket sikur është ajo frika për sa I përket sigurisë rrugore. Patjetër. A do konsideroje një mjet domethënë që është I sigurt? Atëherë, siguria e motorit lidhet me disa aspekte. Dhe para punës lidhet me eksperiencën e personit I cili e ngjet motorin, sa eksperiencë ka ai për të qenë I aftë, për të pasur një motor, për ta ngarë dhe për ta mirëmbajtur atë, sepse në sigurinë e mjetit ka të bëjë eksperjenca dhe mirëmbajtja e tij në disa faktorë. Mirëmbajtja e tij për efektet e servisit, sepse vetmi element që e lidh motorin me rrugën, në këtë rast janë gomat dhe frenat. Goma është elementi I parë që lidh motorin me rrugën dhe normalisht siguria fillon që nga këtu dhe plus eksperienca e njerëzve. Dhe duke qenë që shteti ka bërë një ligj të ri për patentat për motongarësit, atëherë kjo lidhet me eksperiencën dhe për të pasur më tepër siguri për motongarësit. Po duke qenë se rrugët kanë një trafik shumë të rënduar dhe rrugët e Tiranës nuk janë llogaritme për kaq shumë trafik dhe kanë një shtrëngim të trafikut, kjo sjell edhe rrezik të madh në qarkullimin me motor, plus pavëmendja e shumë shoferëve të ri, të cilët nuk janë shumë të eksperiencuar në pjesën e rrugës për të ngarë me makinë dhe të bëjnë dëmin me motor dhe përplasin, janë të pakujdesshëm, rrëshqasin. Domethënë, relativisht motori bie 50-50 me pjesën e rrezikut, 50-50 rrezikut dhe jo mos rrezikut. Sepse edhe nëse ti do jesh I eksperiencuar, po themi me motor, dikush të vjen edhe të prish balancën e hetit. Kush janë moshat që e përdorin më shumë motorin? Ka një lloj statistike domethënë që e përdorin më shumë moshat e reja, apo duket sikur në trafik vetëm këto ndeshin, moshat e reja? Tashi, më sa kam parë unë, kryesisht meshkujt... Apo në kategoritë motorave, për shembull, Vespat I japin edhe pak më të vjetër ndoshta. Po, patjetër. Tani, pjesa e motorave, flasim për vitet e fundit, në dekadën e fundit, pjesa e njerëzve që dëshirojnë të kenë një motor, rriten që në vogli, që në pjesën e adoleshencës
rriten me dëshirën për të pasur një motor dhe ta kenë dhe të rriten me motorin. Por tani më, në momentin 16 vjeçarët kanë fillu dhe marrin motora, sepse duke qenë se të thash do ta shpjegojmë pak më vonë pjesën e kategorisë patentave, por shikoj që qynë në moshën 18 vjeçare të rit ngulmojnë që të marrin motora për të lëvizur, për të mbaruar punën etj, duke qenë se e shpjeguam pjesën e trafikut, por ka kategori në të gjitha moshat, paktën deri në moshën 65 vjeçare, unë kam parë që vinë me motor dhe kanë qejf të kenë motor sepse janë edhe pak nostalgjik. Tani, si që thashëm më përpara, ti je si doktori për njerëzit, je për motorët. Si t'lindi ky pasion për t'u lidhë me motorin, ndoshta cili ishte ai motori i parë që hape për ta kuptuar që e ke pasion këtë punë? Atëherë, babai im i ndjer ka pasur motor në vitet 75 dhe unë e kam ngarë motorin për të parë në moshën 7 vjeçare. Shumë i vogël. Shumë i vogël, e kam ngarë motorin me freksion, ka qenë një MZ e asaj kohe, motor 2 kosh me freksion, që unë nuk e shtypsha dot freksionin, ka qenë motor shumë i vështirë për t'u ngarë. Por dhe jam rritur me motor në shtëpi. Unë kam filluar me motora mbas viteve 2000. Mbas viteve 2000 kam 25 vite eksperiencë që merrem me këtë kategori motorash, me motorat scooter, gjithë brendet dhe markat origjinale, nga 125 kubik deri në 605 kubik. Kjo është kategoria motorave scooter me gaz. Sa vjet ke që merresh? 25 vjet. 25 vjet që ja ke kushtu, domethënë, motorit. Për hapje. Ndoshta ky motori që shohim këtu. Çfarë çmimi ka? Sa shkojnë çmimet e motorave zakonisht? Atëherë, ky motori këtu është një nga motorat më të shtrenjtë që është në qarkullim, është motori që është më në trend dhe motori që kërkohet më shumë, është me një fuqi 750 kubik. Afro pak. Është 60 kuaj fuqi. Është një motor shumë i shtrenjtë që ka një kosto relative nga 12 deri në 16.000 euro në varësi të pjesëve ekstra që ka sipër. Olto, nëse do zgjidhje makina apo motor, ke do zgjidhje për t'i dhënë? Patjetër motorin, as diskutohet fare. Vesi vdes me njeriu. Ashtu, ha? Domethënë shumë njerëz i lidhe pasioni me motorin, se udhëtimet me motor janë diçka tjetër besoj. Udhëtimet me motor në kohët e fundit, të paktën këto 5 vjeçarin e fundit, janë shtuar shumë grupet me motora, shok, të cilët marrin një kategori të posaçme motorit, të cilët bëjnë udhëtime në Shqipëri dhe jashtë saj. Nëse flasim për siguri, ky lloj motori hyet atë më të sigurtit besoj. Ky është një nga motorat më të sigurt. Në çdo lloj aspekti, qoftë në aspektin motorik, gjenerik, mekanik, frenimit, çdo lloj teknologjia më e fundit që është prodhuar deri tani për motorcikletat, ky motor e ka sipër. Ose diçka tjetër. Të rinj, kushdo mund t'i japin këtij motori? Jo. Këtu për ne kjo është një pjesë se cilën duhet ta diskutojmë. Motorat kanë fuqi të ndryshme dhe si pasojë duhet edhe patente posaçme për çdo lloj motori. Atëherë, ta fillojmë nga fillimi. Për një 16 vjeçar i cili do të ketë një motor për ta ngarë, një motor 49 kubik, duhet të ketë një patent AM. Kjo patent AM merret me lejen e prindit, në DPRSHT shkon, aplikon dhe e merr një patent për të ngarë një motor 49 kubik me një shalë jo më të madhe se 45 cm dhe jo më tepër se 2 kW. Atëherë ky është ligji për 16 deri në 18 vjeçarët, sepse në moshën 18 vjeçare ti ke drejtën absolute për të pajisur me patent. Në momentin e parë që ti aplikon dhe merr patentën, nëse ti merr një patent makine, po themi sot, nëse ke bërë 21 vjeç, ke drejtë që të ngasësh një motor 124 kubik me patent makine. Nëse i ke bërë 21 vjeç. Ky është ligji për këtë. Nëse do të marrësh një patent A, që se kategoria patentave ndahet AM, A1, A2 dhe A. Kategoria AM është për 16-18 vjeçar, A1 është për nga 50 kubik deri në 250 kubik, patenta A2 është 250 kubik deri në 600 kubik dhe patenta A është 600 kubik deri në 1800 kubik, i cili është motori më i madh me cilindrat që ekziston. Gjatë punës tënde, duke qenë se teknologjia ka avancuar, sa vështirë është për ty për t'i riparuar? Atëherë, duhet kuptojmë që ne jetojmë në Shqipëri dhe pjesa e këmbimit është shumë e vështirë për t'u gjendur këtu. Atëherë, fal internetit dhe fal lidhjeve të mia jashtë, unë mundohem që t'i siguroj pjesët origjinale, gjithmonë pjesët genuin, për motorrat genuin, gjithsesi gjithmonë për markat flas. Është tetë e vështirë, por gjithsesi puna ime e pa lodhur nuk më ka lënë deri më sot që motorat ngelen pa rregulluar. I zbërthen komplet se shohim edhe këtu të zbërthyer. Po.
Motorat në oficinë këtu çmontohen komplet, bëhet një servis i përgjithshëm, do fillohet edhe nga zero, duke filluar nga telajo. Motori çmontohet komplet, edhe kur janë modifikime ndryshme, që ndonë motori duhet dalin telajo nga zero, unë i mbuloj gjitha shërbimet mekanike, gjenerike, elektrike dhe pjesën estetike. Ky për çfarë që kanë sjell, çfarë defekti ka? Po, ky motor është bërë nga fillimi. Nga fillimi? Nga fillimi. Si fillim është bërë pjesa mekanike, motori, engjini, ka qenë i prishur, ka ardhur nga Zvicra, ka qenë me motor të dëmtuar, është bërë pjesa e motorit, dhe pastaj është bërë pjesa estetike, sepse ka qenë i aksidentuar. Olto, duke qenë se e njeh mirë motorin, ke menduar që të bësh një motor vesh jashtë serie? Sinqerisht e prisja këtë pyetje, por duke qenë se u bë një kohë kaq e gjatë në cilën unë merrem me këtë punë, e kam pas ëndër realisht që të ngrej jo një, po disa motora dhe ëndra kam bërë realitet në lidhje me këtë pjesë. Kam ndërtuar motora, rreth 11 motora që i kam bërë vet, por që fatkeqësisht nuk më ka ngelur asnjë, sepse njerëzit e marrin vesh shumë shpejt në momentin në cilin unë filloj të ndërtoj një motor. Dhe kanë qenë punë shumë të suksesshme dhe unë kam qenë shumë i kënaqur me veten lidhje me këtë pjesë, sepse gjithë kjo eksperjenca ime arriti që të ndërtoj, të bëj një diçka të cilën e fabrikova vetë, e montova vetë dhe e bëra vetë ashtu siç desha. Pra, ka qenë shumë moment i bukur pjesa që kam nxjerr motorat me dorën time. Olto, a ka përgjithësi një mekanik kur riparon motorat, duke qenë se dihet tashmë që jeta e njeriut është primare? Patjetër. Kjo është pjesa më e rëndësishme, është pjesa në cilën unë kam pasur më tepër sukses. Siguria mbi gjitha, safety first, është gjëja më primare në cilën çdo njeri të afrohet gjithmonë aty ku ka siguri. Atëherë, pjesa e mbajtjes përgjegjësisë në punën që bën është shumë e rëndësishme për efektin sepse çdo njeri i cili të sjell motorin për servis këtu dhe të beson, pjesa e mbajtjes përgjegjësisë është shumë e rëndësishme sepse motori ka vetëm 2 rrota. Dhe relativisht siguria e mjetit nëse mekaniku nuk është i përgjegjshëm dhe nuk është komunikues me personin fjalë, i cilën ta informoj dhe ti komunikoj të gjithë problemet që ka motori, që kjo është elementare për të bërë dhe kjo është sekondare për të bërë, atëherë nuk mendoj që jenë të rrezi me punën. Olto, duke qenë se unë kam vetëm patentë në makinës, mund t'i jap këtij lloj motori këtu? Jo, këtij lloj motori ti nuk mund t'i japësh për arsye sepse ky është një motor që është 43 kW dhe duke qenë se është 43 kW kërkon një momentin që ti do aplikosh për patent, duan 3 vjet eksperiencë ti t'i japësh ti motorit. 3 vjet eksperiencë për të dhënë këtij motori. Nëse merr patentën, po themi A1, të marrësh patentën shkallëzuar, të duan 3 vjet eksperiencë. Edhe nëse merr patentën A, e cila është kategorizuar për këto modele, atëherë të duan 3 vjet eksperiencë që ti të marrësh të motor, në rast të kundërt të bllokohet patenta, rrezikon burgun dhe të bllokohet mjeti. Në qoftë se unë filloj dhe jap motorit, mendon se do dashuroj më shumë motorin se makinën? Cila është ajo që thonë motorit të bë për vete? Atëherë, gjëja që është më kryesore, sot që ne pretendojmë që të kemi në Shqipëri koha, e cila na mungon shfrytëzimi i kohës në maksimum. Shfrytëzimi i kohës do të thotë në vetvete para. Pra, pasja e një motori do të thotë që ti të shkurtosh kohën e bërjes së gjërave në mënyrë drastike. Dhe kjo është gjëja e parë e cila të bën të dashurohesh me mjetin, dhe pjesa e dytë, motori ka adrenalinë e cila të bën që ti të dashurohesh me mjetin. Ka dhe gjë tjetër që shumë njerëz të cilët përdorin motor vjen të skapamenta, zhurma, këto janë të lejueshme? Atëherë, me ligjin e fundit që ka bërë shteti në fund të vitit 2025, gati sepse jemi në fund, është bërë një ligj i ri në lidhje me pjesën e decibelit të zhurmave të motorave. Atë ligji është vënë fuqi dhe ka pasur kontrolle shumë të rrepta nga policia rrugore në lidhje me pjesën e zhurmave, sepse janë shumë shqetësuese. Pjesa e zhurmave, për më tepër që Tirana rrugët i ka shumë të ngjeshura dhe ka shumë pallate afër rrugëve kryesore, atëherë janë marrë masa drastike dhe nuk janë të lejueshme vetëm në decibelet e duhur dhe duhen marmita origjinale të cilat shoqërohen me një libër e cila e ka të shkruar sepse sa zhurmë është e lejueshme që kjo marmitë bëj. Kush janë disa nga motorët që e kanë zhurmë më të fortë? Atëherë kryesisht janë motorat chopper, kategoria chopper, si kategoria Harley Davidson, që janë motora që prodhohen për të bërë zhurmë. Dhe pastaj janë të cilat kanë leje të posaçme. Ato dalin me librezë, kanë librezë posaçme. Po patjetër. Pastaj njerëzit këtu i ndryshojnë marmitat sipas shefit, skapamentot, por tani me vendosjen e këtij ligji të ri, domethënë është bërë një rregullator shumë i mirë sepse njerëzit
nuk po i mbajnë më këto marmita të zhurmshme, sepse janë të shqetësueshme, edhe vetë personi i cili e ka atë smuret në pjesën e zhurmës sepse realisht të shqetëson. Një Harley Davidson sa le kushton? Harley Davidson, ato janë motora që fillojnë me çmime nga 15.000 euro deri tek Harley Davidson V-Road që shkon deri në $45.000 custom, domethënë i porositur me pjesë të ekstra. Ka sot blerës Shqipëria të Harley Davidson të këtyre përmasave? Edhe ka, domethënë në Shqipëri janë të ndarë, duke qenë se ne jemi me një popullsi shumë të vogël dhe në Shqipëri relativisht mund të jenë diku ke 700-800.000 motora në rang republike, për 28.000 km2 sa jemi ne, nuk është se ka shumë motora, por duke qenë se jemi vend i vogël, kjo dallohet me sy. Por kategoritë janë të ndryshme. Kategoria scooter, chopper, papaq, motora V-Road, motora off-road, cross etj. Por që kategoria për të blerë një motor chopper të kategorisë Harley Davidson, ata njerëz të cilët e pëlqejnë këtë lloj kategorie janë shumë të pagët. Unë të falenderoj dhe ishte kënaqësi që vizituam sot oficinën tënde, por edhe për të njohur më shumë rreth punës tuaj, të cilën ju e keni të përditshme dhe ju vini ndihmë shumë shoferëve të cilët i japin motorave. Po, ju falenderoj dhe unë. Faleminderit shumë.